Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Zjermota. A jeni si jeni a? A keni lodhë syti pa, që mos pa. Zjerma, ha? A jeni pa në fije live? A s'keni pa live, a? Keni pa në telenovela? Ti dukesh njerëz që ke pa live je aj, je frysysh, kokër gjumit domethënë. Bukur. Super live. A keni ikë për pushime, a keni kënë puna, sa keni pa? Ajo vekjena sot prajmi 26. 26. Prajmi 26. Iku jeta joni, iku jeta. Prajmi 26 prap do të tjetë si kërë fjallë gjesti. Megjithatë, ne kena hap një sondazh të film Kafshërimi, kena hap një sondazh interesant, duke pa që ka kry pothuajse po thonë na 3 herë ndoshta ose sa kanë mesë s'diet. Po, 2/3 kanë. Se edhe ky sondazh i tregon që do ta mbyllin para kohët apo jo, se ka kanë për këtë punë. A thu kanë më mbyll Big Brother më herët apo deri një javë para zgjedhjeve. Sondazhi ka kanë a jeni duke ndjekur 22 kanalet pra 24/7 live Big Brotherin nuk publik i dashur. Rezultati detesh ka dal 48. Po, dhe 52% ja. Që do të ka kanë dhe aq më tepër marrin këto që na votojnë ne, pothuajse janë pra janë ndjeksa të rregullt. Që janë ndjeksa të Bikut, ka që na njekun edhe për çfarë po ne për atë flasim dhe për një atë njekun dhe mendoj që ato shohin vetëm Prime-in, ato shumica, 52%. 52% shohin vetëm Prime-in, 48% shohin edhe 24 orëshin. Pra, kjo të regon Mario, si e shefti? Është një unë e shof, që nëse ka kanë plan për shembull mu bë finalja në rreth datës 23-25, se çai bën prill, 23 21 prill, diçka. Edhe mu bë post Big Brother, se mos harro, ka edhe një javë mbrapa post Big Brother. I bëhen diskutimet e finales. Ashtu dhe. E shtunë e parë. Nëse është bën plan mu bë 23 post Big Brother diku ka data 30 prill ose 2 maja, që i bën nuk e më mendesh se 25 me 2, 23 me 30 se më. Nëse do e kanë bën plan kështu, edhe nëse audienca është kështu si na tregojnë edhe ne, që vetë fanatikët e Big Brotherit, pra që e njekin Big Brotherin tan kohën. Shumica nuk e shohin 24 orëshin, pra ata ajo shumicë që nuk e shohin 24 orëshin, mund të ketë edhe një pakicë që thotë nuk e shohim hiç. Ato që thonë jo, nuk është të thonë se shohin vetëm Prime-in, ato edhe mund të njekin hiç më. Kështu që janë babajat, kam përshtypjen që Big Brotheri do mbyllet me datë 15, që me dalë me 22 final, ajo post Big Brotheri. Ndërsa, nëse rezultati nuk vazhdon kështu, tregon të kundërtën, nëse do të dalim 73% për po, edhe 27% për jo, atëherë Big Brotheri do të bëhet finalja diku ka 30 prilli, sa i bën 25, 2 diçka kështu, 2 muaj finalja, dhe post Big Brotheri me 9, një ditë para zgjedhjeve me 10. Kjo statistik është shumë e dukshme që nuk po njekun shumë Bigun, Mario. Dhe nuk ka me zgjata shumë. Edhe nuk ka me zgjata shumë, se qa me njek, po shohim që është e njëjta situatë, nuk ka asnjë gjë të re. Aty humoristi më i madh është Loredana. Apo po, çka ke me pa aty, çka ke me qesh kur Loredana bën humorin. Jo, sinqerisht Loredana bën humorin atë sa moment. E monat shtëpi me gajret. I thot asaj, a ku i tha holës a gjë pusholla se thalla në pishin me rrafishat. Don, e vetë me Loredana që bën me qesh, po kush është Loredana? Pra, të ma e tanë Big Brotheri, një big që e shohin 7 miliard njerëz, 7 milion shqiptar, humorin nuk po kanë ndaj celle, edhe nëse s'ka debate gjë, po të faktit dikush që bën me qesh. Edhe njerëzit e shohin paktën ashtu ky që bën me qesh paktën. Asa. Gjesti është lodh se ka 200 ditë në rrym, edhe biles me që dolën te kjo temë, edhe gjesti duket sikur është me 2 mendje, a të vazhdojnë me ndajt, apo i ka dalë në variant po ja fut te ferma, më duket edhe një 300 ditë tjera. I ka dalë në kodam, duket ai është i fitu vetëm hyrjet. Me ta ban ai lol, tash ai prep, edhe çai lollën, prep, ne që rrin kam tan ditën në shtëpi, ai jashtë. Është hiper energjik, është hiper energjik.
Po pra, se të shko arri puna, kush mund të me kam, se me bërë me fort gjatë. Pra gjithë një vazhdojnë të usjallë njështë, e majnë një energjie që rrinë kam. Po i ka ardhë kjo ektit e shti që po apo e favorizën, apo po e penalizën, kjo po është folë shumë që gjesti ka disa njës marrë që përvec se nuk thojnë që del, pra që flitet shumë që këtë dojë me lanca, mërzit, se ka bashkët me produksionin, Për kundër. ka nga ato që ta në pela, për kundër zi, sot del finalisti parë, për kundër zi. Sot del finalisti parë gjesti. Po, pra ka nga njerë që përveç tu diskutua del, jo marrë që sot vendoset finalisti parë. Po kjo finalisti parë, të regon që shumë afër po mëllën piku. Pra ta na pëllidhë me sondazhin, pra ne kena bërë sondazhin të dashtunit zjerma tonë. Të lidhë çdo gjë me këtë punë. Dhe është shumë e rëndësishme. A do mbyllet shpejt apo Shkak pasoj. Se pra gjesti mundet me dalë për këtë që thellë ti, që ky mund të jetë loll, mund t'ja kenë prish të rëzin, ose i duket sikur se të edhe e hup një, atë, edhe i duket sikur pa ja bën përkuj edhe produksioni, pa ja bën edhe lutë sikur e pa bash, ka pas raste që i ka thënë ti me produksionin e nxjerr keq, do një mundu me nxjerr keq mu. Pra fillon një edhe bën fiksimet e tija, Kështu që mund të jetë i pikë që është mërzit edhe mund t'i kthehet me motivim që e nxjerrin finalist parë, edhe ta shohim se kena gjatë diskutimit punën e eliminimit. Po më parë desha me ty se çanol nëpër skalet sonte, se ti je fallxhori i skalets. Po, është në skalet. Unë mendoj që ky detaj që thash, ky gjesti që e ka përmend disa herë, jo disa herë, po 2-3 herë ka përmend këtë punën e produksionit. Tu e thënë nëpër shtëpi. Në debat me Eglit, dhe kam përshtypjen që një analizë e Prime-it do jetë se ta të vënë para përgjithësi. Çka kena ne që kena kundërtë na shpjego pak pse ke thënë kështu? A din të vënë shumë. Pra më kap thu me gjestin për këtë punë? Ai ka përmend 2-3 herë dhe publiku e ka vurë e ka nxjerr në të video ku ky e thotë edhe vllai mall direkt e vën para përgjithësisë. Din me e vua dhe me justifiku. Me pak janë dikush që është hipokrit po gjesti nuk është hipokrit. Dhe si i tillë që nuk është hipokrit, pra ato nuk e bëjnë këtë punë sepse kanë frikë se ai thotë, po dal bro. A kupton, natën e mirë, direkt. Ndoshta unë ishte e shoh si do t'ja vën duke. Këta përkundër bën kundër dhe kundër të spamarë. Ti di që bëhet kundër të kundër, ata pa e vën si din më vën duke që me bëhet me vërtetu që s'ka gjë me ta. Din më mbrojt, mandej siç kena thënë ne gjesin me padash pedal, do të kishte dal ka mënyra për me edhe nuk dilet nga muri, dilet nga dera kuqe. Edhe nëse do me dal, në fund të dalë shtike, që vllai madh do dalin një. Se i kanë tani instrumentat për me nxjerr atë keq. Kështu që nuk besoj, po do ta bajnë si temë të shkurt, ndoshta një nga pjesët ku duhet edhe debati me Eglin. Me Eglin. Skaleta. Çfarë thot skaleta? Pa diskutim debati i Eglit gjesti, domethënë ngacmimet ku gjesti tashmë i afrohet kësaj dhe kjo ka atë standardin e vet që nuk të dua më, mos më afro më fare. Ndërkohë, ajo është premtuar që unë nuk do të çoj kokër lodit në dozeri, nuk siç ke thënë ti 2 ditë nuk kanë zgjat, ajo ka të shoh me lot. Dhe arsyen që ajo vetëm për vete ka hyrë aty, jo për askën tjetër domethënë, jo për gjestin. Pra vetëm për vete që s'pas ka hyrë, e ka treguar që është nesër. Po. Edhe ka dar lot, edhe është bu loj nga gjesti, janë gjujt me mill e kjo ka prek pak me shtup të kam, ky ja ka fush shtupen e bajës në fytyrë. Gojë, shtup gojës. Ti nuk ma bën mu këtë para gjithë publiku TikTok, ta bën. Edhe tu e përshkru. Ti nuk ma bën mu këtë duke më vut mu shtupen që e banjos, ti pati lena ma që shtupa, që kanë shtupu gjithë, edhe tu e la vedin. Edhe shklau. Sepse fytyra ime nuk ma ashtu këpritimi të me kam shumë të rëndësishëm, nuk du me prek të kama. Edhe unë e kam trupin të shumë të rëndësishëm, mas më prek me shtup, edhe unë të ta fru s'pyrë shtup. Por, gjesti të regon një dopsi, se ashtu i shku, afru gjesti vetëm me Eglin ka loj, si me thanë, po shef që vetëm me Eglin ka loj, Pa i shef që tani i bjen për shkurt edhe ky vet. Aja sigurisht që ka fallë që i thot lutem shumë mos majtë, më nuk duhet flas me ty fare më. Fare. Se gjesti i shkon, tan kosh i shkon mbrapa, gjesti i ka shku mbrapa, tan kohën. A thuj ke i ka met loja, s'ka tjetër gjesti. Duhet metet për të pasi, më thanë, po ma duk pak loje dop të gjesti, da dash ma mirë mos me marr hiç me det. Po ke di pse e ka bën. No, sta vetëm i kjo e man. I
kjo loj që jetu po Jozin me Loredanin, a ke pa që për çdo ditë më afër? Kena pa Jozin me Loredanin, po thuj se bile sot mes ishin bashkë në një shtëzën ose në shëtë të najtë. Edhe këto që nga të thonë që iku, a dinë si ato që lidhen, Mario, edhe iku të prej Shusnis. Edhe për do të Gerta me Alden, aty që janë ato grupi aty me kjellin. Shmangen ata, shkputen. Shikja që u prish për Shusnis, dhe që i sa kapi dashur, aty që janë staflet matës. Staflet matës. Jozi që ishtë para një 2 ditë që ishte e loja që u bënë si mumje me Alden, kur qëndron me ata letrën në pështjallën, e kishte vrah lajërti më duket këtu në sy, e ishte skur syni, jo kru të syni, a diçka, e ati si ju drejtojt e Loredan, se nuk shifte hiç që ishte të mylluna me letra, o lërë mor, hajde mor këtu jam, i thote, Jozi këtu jam, dhe më thanë ka një ekziston aja që ne jemi tanët, si me thënë. Dhe kjo lidhet me qiftin tjetër sa ma shumë që janë të afru do, po largohen rizi me Aldrën, janë të nda gjanat. Nuk ka ma, bile ka marrë të hap rizi. A bëhet mua bet me Aldën që Aldën e janis nga Kina, dhe me vendorën të ole. Shiko, e ma me në filmin Filan Fistenis, a ishtë interesant, po. Ne, kalo se erdha, kalo. Aja është e re më bura të Milan shkur gjanë që të me pa mu ma, i thotë. Po, shika, si thari, a i filmi, a ke pa filmi, mja, unë mendoj mami edhe sa. Po kur bandem, a ke pa gjestin e Aldos që e ka kështu, krun pa këtu maskeret dhe me që të shpremet prit një super bomb. Shiko, edhe në prime e ka, shiko Lidion. Kërë në duel, tanë Europa është në qëtësi që apo thot përsori. Por? Ato sa me thonë, ishte reklam ato, ishte, adi që ka morë bravo, reklam. Adi mas reklam që kënë e bomba. Ishto. Ka qa dhe Gerta Gjari Mario, përveç fëmive që ka qa njëherë, Gerta Gjari ka qa në loj. Kjo do të thot që bigu po vjen drejt fund, s'man as mas Gerta. As Gerta. Ta pas aprish qefin ty herë, që këta dopë të sidurën do ti. Në një debat me Jozin me Loredanin, ose me Jozin, pull pa besim. Me Jozin e me Loredanin, të që hajde shumë. Se që pati, zori qavi me nerva, nuk e di, por kur qanë Gerta Gjari, do ati shka nuk shon atë big. Kush fluturën sot, për deri dhe jarë? Atëherë, Mario, sot fluturën Ola. Krejt e sigurt, them unë. Kjo është e sigurt se Ola nuk mujti me e kap Jozin. O do të me kap Jozin. S'ke kënë tjetër me kap. Jozin o do të me kap me zër, e prish në mikrofon, edhe me shpëtu. Nërsh, s'pati gjatë të. Por, a që nështë bigu, pra lidhe me sëndashin, mund të mëllët ma shpet, do po filloj me nëzirë. Me lopat. E sigur t'i është e kanë dhënë lajmërim që do ka dalje 2 fisht sot. Dalje 2 fisht, por dalje 2 fisht, mund të kena lojtar fort, mund të kena një lojtar pak ma dop. Si me të di Mario... Vet paq, val. E vërtet, si me të di Mario në një tek metodë, si me të ose 2 fishta që quhet ma. Edhe një herë se më pata në prej... Një variant, si mund dalit tuti? Ma jep një variant si mund dalin kjo dalja 2 fish pra që dhejtë sa në shqilin në mënyrë duhet me dalë. Se mund t'jetë dojtari fort, mund t'jetë i dopë, varë se si është po. Po, në qofë se ka lidhje për shamu me mërzitjen e gjestit, që ai është gati të menu që i kanë ba një, nuk shkon ma me produksionin, edhe janë të jaba të vështirë qëndrimin aty, plus që është lodh 200 dit i myllun e tjera. Dhe në lidhje me këtë produksioni kundra përgjigjet me një shpalljet finalistit parë që tjetë ai, do t'i bëjnë qefin me heqjen e një lojtari të fort. Pra, ai do shpallet finalisti parë të atëzam, motivohet 2 fish që ose nxjerrin edhe një lojtar pa pritur, një lojtar të fort, mane. Mënyra daljes. Mënyra daljes, të shi ose me skem, si që i banë këta skema që i ndajnë në 3 grupe edhe njeni për se cili grupe që u ba kjo. Mundet me ka një skem tjetër në gjashme, ose në i pandor, zingjir, pa zingjiri duhet me kanë bajagi i porositën për me dalë të fortit. E lajnë me 2 të fundit ato. Lajnë me 2 të fundit që me pas nuk si me dhe keme hek. Ka mënyra. Po, në qofë se është për me dalë një fort, do përdorit një skem. Në qofë se është thjesht me hek me lopat, ta pa ja fusim një televotim kështu shpejt, ke mendoni se doni me zjerë. Publiku.
Do të vendos. publiku shvendosi. Ose mund të ketë kuti Pandorë të fort, mund të ketë kuti Pandorë. Pra, njëra nga largimit, po unë për me keni fije dhe interesant du tiku një pak i fortësh. Pak i fortës, po ka rrit një fort. Nëse sonte e sigurt ik Ola, sepse lojtarët e tjerë janë tonë solid. Nëse sonte ik Ola dhe do të heqin një lojtar të fort tjetër për si dalje dytë, si më thënë, për me i ba i fije me i angrit moralin Gjestit se është mërzitë dhe me ik, pra është ba gjitha për Gjestin. Nëse hallet një televotim për tonë banor që janë mërand, mas i del Ola, atëherë kjo është për me mbyll Big Brother një orë më parë, si më thonë, ata janë ty përtu me çu deri në fund, po fillojnë e nxjerrin ka 2 javë. Në 2 ditë. Fix. Okej, metet për të pa pra Mario. Sot në Prime metet me u pa për ndërpremjes, do futena live e do të analizojmë çdo ndërhyrje. Por kjo fjala është Gjesti sot. Duhet të pa se Gjesti a do dali me Ektin, pa Ektin. Ka pas debate e tjera, Gjesti me Lajertin, Rëzanin, me radhë, po Surpriza, kena surpriza për Gertën sonde? Ja lam live-eve kur po ne kisha surprizën e tjetër, tash ka një surprizë madhe për Rëzanin, unë e disha, atë është për Gertën së di. Kena surprizë për edhe herë po të paralajmëri, po të pyes. Kena surprizë për Gertën sonde? Ma ban ti surprizën, s'digja, mund ta bëna. Ose a di që me konsiderim që du me të bëtë surprizën ty sonde. Zjarë ma shifen atë në prerjet e rrallës. Yes. Subscribe mos harroni edhe në ndisni në Instagram të çdo ndërpremje. Shumë faleminderit. Unë me TikTok.